Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Unë besoj në Zot, Ati plot fuqishëm, krijuesi i qiellit dhe i tokës, dhe në Jezu Krishtin, Birin e Tij të vetëm, Zotin ton, i cili u ngjis nga fryma e shenjtë, i lindur nga Virgjëresha Mari, vuajti nën Ponc Pilatin, u kryqëzua, vdiq dhe u varos. Ai zbriti në ferë, ditën e tretë ai u ringjall prej së vdekurish, ai u ngjit në qiell dhe është ulur në të djathtën e Perëndis, Ati të plot fuqishëm, prej andej do të vijë për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit. Unë besoj në frymën e shenjtë, Kisha e Shenjtë Katolike, kungimi shenjtorëve, thaljen e mëkateve, ringjalljen e trupit dhe jeta e përjetshme. Amen. Ati ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijem në tundim, por na çliron nga e keqja, sepse mbretëria, fuqia dhe lavdia janë të tuat, tani e përgjithmonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Lajmërimi i Marisë. Medito për Virgjëreshën e bekuar Mari, së cilës ëngjëlli Gabrieli shpalli lajmin e mirë, se ajo do të ngjizej dhe do të lindte Jezusin, Birin e Perëndis. Nëna Mari, na ndihmo të përmbushim vullnetin e Perëndis në çdo gjë, ashtu siç ti vetë u dorëzove plotësisht vullnetit hyjnor. O Jezusi im, na i fal mëkatet tona, na shpëto nga zjarret e ferit, udhëhiq të gjithë shpirtrat në parajs, veçanërisht ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Amen. Ati ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijem në tundim, por na çliron nga e keqja, sepse mbretëria, fuqia dhe lavdia janë të tuat, tani e përgjithmonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot,
lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Vizita. Le të meditojmë mbi Virgjëreshën e bekuar Mari, e cila shkoi ta vizitonte dhe ushqente kushurirën e saj Elizabetën për 3 muaj, duke dëgjuar se ajo ishte shtatësan në pleqëri. Nëna Mari, na bekof të shfryzojmë çdo mundësi që mund të na jepet në jetën e përditshme për të ndihmuar të tjerët me dashuri të vërtetë. O Jezusi im, na i fal mëkatet tona, na shpëto nga zjarret e ferit, udhëhiq të gjithë shpirtrat në parajs, veçanërisht ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Amen. Ati ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt, si në qell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijem në tundim, por na çliron nga e keqja, sepse mbretëria, fuqia dhe lavdia janë të tuat, tani e përgjithmonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son.
Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Lindja. Le të meditojmë për virgjëreshën e bekuar, që lindi fëmijën Jezus, gjatë mesnatës në një grasht në qytetin e Betlehemit. Nëna Mari, na ndihmo të pranojmë me durim të gjitha vështirësitë tona financiare dhe problemet e tjera të jetës, gatuar te Zoti. O Jezusi im, na i fal mëkatet tona, na shpëto nga zjarret e ferit, udhëhiq të gjithë shpirtrat në parajs, veçanërisht ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Amen. Ati ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt, si në qell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë. Mos na lër të bijem në tundim, por na çliron nga e keqja, sepse mbretëria, fuqia dhe lavdia janë të tuat, tani e përgjithmonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty,
e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Prezantimi i Jezusit në tempull. Le të meditojmë mbi Virgjëreshën e bekuar Mari, e cila ja kushtoi fëmijën Jezus Perëndis nëpërmjet duarve të Simonit, në ditën e 40, në tempullin e Jeruzalemit. Nëna Mari, na ndihmof të pranojmë të gjitha ato që kemi si dhurat falas nga Perëndia dhe t'i kushtojmë atij gjithçka në jetën tonë. O Jezusi im, na i fal mëkatet tona, na shpëto nga zjarret e ferit, udhëhiq të gjithë shpirtrat në parajs, veçanërisht ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Amen. Ati ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt, si në qell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijem në tundim, por na çliron nga e keqja, sepse mbretëria, fuqia dhe lavdia janë të tuat, tani e përgjithmonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty,
e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Gjetja e Jezusit në tempull. Le të meditojmë mbi Virgjëreshën e bekuar Mari, e cila humbi Jezusin në moshën 12 vjeç, dhe i gjeti atë në tempullin e Jeruzalemit, pasi e kërkoi për 3 ditë. Nëna Mari, na ndihmo të bashkohemi me Jezusin në jetën tonë të përditshme, duke mbajtur veten larg gjërave të liga dhe duke mirëpritur gjithçka që do të na çojë tek Jezusi. O Jezusi im, na i fal mëkatet tona, na shpëto nga zjarret e ferit, udhëhiq të gjithë shpirtrat në parajs, veçanërisht ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Amen. Ati ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt, si në qell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijem në tundim, por na çliron nga e keqja, sepse mbretëria, fuqia dhe lavdia janë të tuat, tani e përgjithmonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot,
Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Të falemi, Mbretëresha e Shenjtë, nëna e mëshirës, jeta jonë, ëmbëlsia dhe shpresa jonë. Të falemi, ty të thërasim, ne të shkretët bijët e Evës që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë, në këtë shekull plot me lot. Dhe pra, pajtoria jonë, ata sy të mëshirshëm të tu, silli prej nesh, e Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallëzo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëresha Mari. Amen. O Perëndi, biri yt i vetëm lindur na ka bler shpërblimet e jetës të përjetshme. Na bëj të lutemi, ndërsa meditojmë mbi këto mistere të ruzdares më të shenjtë, të Virgjëreshës së bekuar Mari, që të imitojmë ato që përmbajnë, dhe të arrijmë ato që premtojnë, dhe përmjet të njëjtit Krisht, Zoti ton. Amen. Zoti im, unë besoj, të adhuroj, shpresoj dhe të dua, të kërkoj falje për ata që nuk të besojnë, nuk të adhurojnë, nuk të shpresojnë dhe nuk të duan. Të lutemi, o Zot Perëndi, që ne shërbëtorët e tu, të gëzojmë shëndet të përjetshëm, të mendjes dhe të trupit, dhe me ndërmjetësimin e Marisë së bekuar, gjithmonë Virgjëreshës, të çlirohemi nga pikëllimi i tanishëm dhe të fitojmë gëzim të përjetshëm nëpërmjet Krishtit Zotit ton. Amen. Mbaj mend, o Virgjëresha Mari, shumë e hirshme, se kur nuk u di që dikush që qëndroi në mbrojtjen tënde, u lut për ndihmën tënde, ose kërkoi ndërmjetësimin tënd, të lihej pa ndihmë. I frymëzuar nga ky besim, unë fluturoj drejt teje, o Virgjëresha e Virgjëreshave, nëna ime, tek ti po vi, para teje qëndroj, mëkatar dhe i trishtuar, o nëna e fjalës së mishëruar, në mëshirën tënde më dëgjoj dhe përgjigju.
Në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen.